mjetet blinduara në sasin që i duen Ukrainës. Ushtria e Ukrainës ka treguar për gjatë këtyre 3 viteve gjys që është një ushtri shumë e fuqishme, e aftë për të shkaktuar dëme të jashtëzakonshme ndaj një ushtrie disa herë më të fuqishme, pra një nga superfuqitë ushtarake të botës, dhe nga ana tjetër do duhej që ndërkohë që ti e shtyn këtë vend për të mos u dorëzuar, për të mos krijuar kushtet, për të mos i dorëzuar këto rajonet pushtuara, vazhdon duke e thedhuar sasinë e humbjeve të mëdha. Do duhej që t'jepin shumë herë më tepër asistencë ushtarake. Zoti Demiraj, referuar asaj që thatë më herët, Ukraina tani më është në pozicione më të dobta negociuese nëse do të kishte përpjekje për të negociuar një paqe pikërisht për shkak të situatës në frontin e luftës që duket i vështirë për Ukrainën. Ka humbur dhe është duke humbur edhe Pokrovskin, po pse ky qytet kishte kaq rëndësi? Ka rëndësi të jashtëzakonshme sepse marrja e rrugëve të komunikimit, që quhet në gjuhën ushtarake, ose të linjave të komunikimit, furnizimit, duke i bllokuar aksesin për të dërguar ndihma ose forca ndaj 31 reparteve, batalioneve nga njëra anë dhe 13 batalioneve tjera, pra rreth 40 e sa batalione të cilat gjenden të rrethuara. Dhe duke hapur rrugën për avancim të mëtejshëm për shkak se rënia e këtyre 2 qyteteve do të hapte rrugën për avancimin e njësive të blinduara, të mekanizuara, të motorizuara të Federatës Ruse me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Vetëm dje në frontin e lindjes disa njësi të Federatës Ruse kanë avancuar 8 kilometra. Është një ritëm shumë i shpejt në operacionet e sulmit. Pra 8 kilometra në ditë është një ritëm shumë i madh, që do të thotë që ushtria e Ukrainës është në kolaps dhe ka nevojë imediate për armëpushim, gjë për cilën Putini, meqenëse është në avantazh, nuk e pranon. Po si mund të arrihet ky armëpushim? Do duhet të pranojë Ukraina lëshime edhe më të dhimbshme nga ato që u propozuan më herët edhe në bazë të planit të zotit Trump? Pa diskutim që po, këtë e ka thënë edhe sekretari Rubio, e ka thënë edhe presidenti Trump, do duhet që Ukraina të pranojë disa koncesione të dhimbshme, qoftë Krimen, qoftë Donetskun, në mënyrë që të shpëtojë 2 krajinet e tjera. Për ndryshe, siç e ka thënë Putini, siç e ka thënë edhe Gerasimovi, shefi i shtabit përgjithshëm, do të duhet të negociojnë me ne për 8 rajone. Dhe në këtë këndvështrim, kokëfortësia e presidentit Zelenski dhe mbështetësit e tij në Bashkimin Evropian, jo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk po bëjnë asgjë tjetër vetëm se një katastrofë në territorin e Ukrainës. Kam dhe një pyetje të fundit, zoti Demiraj. Ukraina po lufton shumë për të mbajtur në punë motorët e rezistencës, duke vijuar thirrjet për ndihmë financiare dhe ushtarake nga aleatët, por një skandal i fundit që zbuloi një skem korrupsioni për 100 milion eurosh, besoj nuk e ndihmon vendin. Si mund të ndikojë kjo tek aleatët evropian? Ajo që keni parë ju, 100 milion euro, është vetëm maja e icebergut. Korrupsioni në ushtrinë e Ukrainës, pavarësisht se ky nuk është objekti i kësaj analize, i këtij bisedimi, është galopant. Korrupsioni galopant. Tashmë presidenti Zelenski, ish ministri i jashtë, ministrat e mbrojtjes, një pjesë e madhe e qeverisë i kanë investuar 10 miliarda dollar, gjë për cilët janë në dieni edhe shërbimet inteligjente amerikane, edhe shërbimet inteligjente perëndimore, por në mënyrë të veçantë atje ku janë investuar 10 miliarda dollar, siç janë jugu i Turqisë, Francës, edhe një pjesë e tyre e madhe edhe në territorin e një vendi tjetër që s'dua ta përmend këtu. Pra kjo është vetëm maja e icebergut. Miliarda dollar të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian janë vjell. Dhe pikërisht kjo lidhet me atë që thash pak më parë. Është e pamoralshme nga njëra anë ajo që bën Bashkimi Evropian dhe nga ana tjetër dërgimi, vazhdimi i dërgimit të këtyre njerëzve, të këtyre të rive pa armë, pa mjete, pa ushqime, pa mjete të ndihmës shpejt dhe pa mbështetje
ushtarake në territoret e luftës. Zoti Demira, ju falenderoj shumë që ishit sot me ne dhe ndatë opinionin tuaj, si gjithmonë ishte kënaqësi.